Gjykata e New Yorkut i komunikoi ish-presidentit Nicolas Maduro dhe gruas tij 4 akuza, por ata u deklaruan pafajshëm. Në Venezuelë betuasi presidente Rodriguez, ndërsa qeveria nxori dekretin që dënon me burg ata që bashkëpunuan në Ushtrinë Amerikane për kapjen e Maduros. Donald Trump deklaron se Shtetet e Bashkuara do të marrin drejtimin e Venezuelës. Ai kërcënoi dhe vende të tjera të Amerikës Latine si Kolumbin, Kubën dhe Meksikën. Në krahun tjetër, Venezuela ka zbutur tonet duke shtrirë dorën e bashkëpunimit me Trump. Policia dhe prokuroria nisin hetimet për defektin në ujësjellsin e Vlorës që la qytetin 5 ditë pa ujë. Autoritetet janë përqendruar në zbardhjen e shkaqeve të defektit dhe në nxjerrjen e përgjegjësive në menaxhimin e ujësjellsit. Moti i keq ka përfshirë pjesën më të madhe të vendit duke shkaktuar probleme me qarkullimin. Probleme edhe në porte pasi Durrës është pezulluar peshkimi ndërsa në Vlorë ka patur vonesa në mbritjen e tragjeteve të pasagjerëve. Në 2025 u mbyll me mbi 12 milion vizitorë të huaj. Ministri Gonxha thotë se rekordi tregon se turizmi është kthyer gjithvjetor. Ekspertët thonë se sfidë kryesore tani është përmirësimi i menaxhimit dhe infrastrukturës. Zonja dhe zotërinj mbrëma, mirë se ardhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve. Gjykata e New Yorkut i ka komunikuar ish-presidentit Maduro dhe bashkëshortes së tij 4 akuza. Ndërkohë, të dy ata i kanë hedhur poshtë akuzat. Ish-presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro dhe bashkëshortja e tij dolën para gjykatës në New York, ku u njohën me 4 akuza të ndryshme për trafik kokaine dhe posedim të armëve të shkatrimit në masë, përfshirje dhe për konspiracion dhe narkoterrorizëm. Në seancën gjyqësore e zhvilluar me dyert të mbyllura, që drejtohej nga Alvin Hellerstein, një gjyqtar 92 vjeçar, sipas mediave amerikane Maduro i mohoi akuzat. Jam i pafajshëm, nuk jam fajtor për asgjë që përmendet këtu. Unë jam një njeri i mirë, jam presidenti i vendit tim. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe bashkëshortja e Maduros, Cilia Flores, duke u deklaruar e pafajshme. Seanca e radhës do të mbahet më 17 mars, ndërsa Maduro dhe bashkëshortja e tij, pas njohjes së akuzave, lanë sallën e gjyqit, të dy të veshur njësoj, duke përfunduar në të njëjtin burg. Teksa në New York zhvilloi gjyqi për njohjen e akuzave të qeverisë amerikane ndaj presidentit të rrëzuar Nicolas Maduro, në selinë e Kombeve të Bashkuara, Rusia bëri thirrje që ta lirojnë atë së bashku me bashkëshorten e tij. Nuk mund të ketë asnjë justifikim për krimet e kryera në mënyrë cinike nga Shtetet e Bashkuara në Caracas. Ne dënojmë me forcë aktin e agresionit armatosur të Shteteve të Bashkuara kundër Venezuelës, në shkelje të gjitha normave të së drejtës ndërkombëtare. Çdo konflikt midis Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës duhet të zgjidhet përmes dialogut. Por ambasadori i SBA-ve në këtë këshill, Mike Waltz, tha se kapja e Nicolas Maduro ishte një operacion i zbatimit të ligjit, duke theksuar se SBA-t nuk po pushtojnë ndonjë shtet. Waltz përshkroi veprimin ushtarak amerikan në Venezuelë të shtunën si një operacion kirurgjikal të zbatimit të ligjit, të lehtësuar nga ushtria amerikane kundër 2 të arratisurve të akuzuar nga drejtësia amerikane, narkoterroristi Nicolas Maduro dhe gruaja e tij. Maduro është përgjegjës për sulmet ndaj popullit të Shteteve të Bashkuara, për destabilizimin e hemisferës perëndimore dhe shtypjen e paligjshme të popullit të Venezuelës. Nuk ka luftë kundër Venezuelës ose popullit të saj. Ne nuk po pushtojmë një vend. Shtetet e Bashkuara duan një të ardhme më të mirë për Venezuelën. Zvicra ndërkohë bëri të ditur se i ka ngrirë të gjitha llogaritë për Maduron e familjen e tij, ndërsa Kuba tha se 32 shtetas kubanez u vranë gjatë operacionit amerikan për të kapur udhëheqësin venezuelian Nicolas Maduro dhe shpallin në nder të tyre 2 ditëzije kombëtare. Ata ishin antar të forcave të armatosura dhe agjencive të inteligjencës që kontribuonin për sigurinë e Maduros. Delcy Rodriguez u betua si presidente e përkohshme e Venezuelës, ndërsa qeveria venezueliane ka miratuar dekretin me bekimin e Rodriguez për të arrestuar çdo person i cili bashkëpunoi për sulmin ushtarak amerikan që çoi në kapjen e Maduros. Delcy Rodriguez u betua si presidente e përkohshme e Venezuelës në një ceremoni të drejtuar nga kryetari i Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez. Como vicepresidenta ejecutiva
E sa po zgjedhura si presidente në betimin mbi kushtetut, tha se po e merr këtë detyrë me dhimbje për vuajtjet që janë shkaktuar popullit Venezuelas pas një agresioni ushtarak të paligjshëm kundër Venezuelës në rrëmbimin e 2 heronjve që po mbahen peng në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidentit Nicolas Maduro, zonjës së parë të këtij vendi, Cilia Flores. Ndërsa vëllai i saj, i zgjedhur ishta si kryetari i asamblesë, tha se detyra e tij është që të shqyrtojë çdo rrugë për të rikthyer presidentin Nicolas Maduro. Qeveria e Venezuelës ka publikuar të hënën dekretin e shtetit të trazirave të jashtme, i cili jep kompetenca të gjëra presidencës dhe urdhëron forcat e sigurisë të kapin dhe ndjekin penalisht çdo person të përfshirë në promovimin ose mbështetjen e sulmit të Shteteve të Bashkuara kundër vendit të Amerikës së Jugut. Dekreti ishte përgatitur që në shtator nga Maduro përpara se të kapen nga forcat amerikane, por përmbajtja e tij ishte e panjohur, si dhe e kishte epësuar 2 përditësime pas ngjarjeve të fundit. Ai është miratuar nga presidentja në detyrë, Rodriguez. Dekreti lë në fuqi një gjendje të jashtëzakonshme 90 ditore, por parashikon një zgjatje të saj të mëtejshme prej 3 muajsh. Presidenti Amerikan Trump ka deklaruar se vendi i tij do të marrë drejtimin e Venezuelës, ai kërcënoi me ndërhyrje ushtarake dhe vendet të tjera të Amerikës Latine si Kolumbia, Kuba apo Meksika. Presidenti Amerikan Donald Trump thotë se Shtetet e Bashkuara do të marrin një rol drejtues në Venezuelë, pasi forcat speciale amerikane kapën presidentin venezuelian Nicolas Maduro. Ne jemi në krye dhe jemi përgjegjës për Venezuelën, e cila tani është një vend i vdekur. Duhet ta rikthejmë atë dhe do të na duhet të kemi investime të mëdha nga kompanitë e naftës për të rikthyer infrastrukturën. Trump a shpresoi retorikën ndaj vendeve të tjera të Amerikës Latine, duke kërcënuar Kolumbinë me veprime ushtarake, ndërsa tha se Kuba është pranë rënies dhe kritikoi Meksikën për mungesë veprimi. Kolumbia është e sëmurë, drejtohet nga një njeri i sëmurë që i pëlqen të prodhojë kokainë dhe ta shes atë në Shtetet e Bashkuara, dhe ai nuk do ta bëjë këtë për shumë kohë. Mund të ketë operacione edhe atje sepse ata vrasin shumë njerëz. Kuba duket sikur është gati të bjerë. Nuk është mirë ta thuash, por kartelet po drejtojnë Meksikën. Gjithashtu Trump paralajmëroi Iranin për një përgjigje të fortë amerikane nëse forcat iraniane përshkallëzojnë dhunën ndaj protestuesve, ndërsa protestat kundër inflacionit kanë shkaktuar 10 viktima dhe përplasje të dhunshme në vend. Opozita ka mbajtur sot foltoren e parë para kryeministrisë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në fjalën e tij theksoi se protestat e fuqishme nuk do të ndalen deri në largimin e Ramës dhe krijimin e qeverisë teknike. Në foltorën e parë për këtë vit përpara kryeministrisë, lideri i opozitës Sali Berisha tha se kundërshtari i tij politik do të ketë fatin e njëjtë të Nicolas Maduros dhe se 2026 do të jetë viti i rrëzimit të asaj që ai e konsideron edhe si narkodiktatura shqiptare. Se ne nuk presim që forcat Delta të zbarkojnë në Surrend, se do zbarkojnë Deltat tonë. Ja ku i kemi Deltat që do zbarkojnë në Surrend. Ky është një vit i madh për ne. Ky është viti në cilin ne do triumfojmë. Ndaj kryedemokrati kërkoi rrëzimin e Ramës, si dhe krijimin e një qeverie teknike. Më herët në një konferencë për mediat, Berisha lajmëroi se në koordinim me partitë e tjera opozitare do të vendosin për nisjen e protestave të përditshme për të kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës. Opozita thret ditën e premte tryezën e të gjitha forcave politike për të krijuar një bashkërendim, protestat, demonstratat, revoltat e domosdoshme për largimin e tij 1 minutë më parë. Jashtë godinës së Spakut ku bëri paraqitjen e radhës përpara oficerit gjyqësor, Berisha shpjegoi pse akuzë e re për të bijën dhe bashkëshortin e saj, që ka nisur investimin në pasuri të paluajtshme gjatë kohës që ai vetë ka qenë president, është një akuzë montuar nga prokurorët e dosjes së tij. Shtetasit maltezi kanë përfituar, si kanë përfituar 1 milion shqiptar nga privatizimi i banesave. Kjo është pra noviteti i akuzës Altin Troplinit. Në gjykatën e posaçme nuk u arrit të mbajë sot seanca paraprake për çështjen ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj për shkak të mungesës së këtij të fundit. Avokatët e tij mbrojtës deklaruan se furgoni i shoqërimit kishte shkuar me vonesë në paraburgimin e Durrësit, pretendim i cili u hodh poshtë nga drejtoria e burgjeve.
Seanca paraprake në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj dhe të pandeurve të tjerë u shty sërish pa një vendim për kalimin ose jo në gjyq themelit të dosjes, ku akuzohet nga SPAK për disa vepra penale. Avokatët e tij thanë para gjykatës së posaçme se Veliaj donte të ishte i pranishëm dhe kishte pritur prej mëngjesit furgonin e shoqërimit në ambientet e paraburgimit të Durrësit. Ky i fundit ka shkuar pak minuta para orës 9, teksa seanca ishte planifikuar të niste fiks në këtë orar, kur edhe u bë apeli për prezencën e palëve. Mungesa e Veliajit pa një deklarat për vullnetin e tij nëse do të ishte apo jo i pranishëm e bënte të pamundur vijimin e seancës, por pretendimet e ngritura nga avokatët se nuk është shoqëruar në ambientet e gjykatës u mohuan nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve që i cilëson si të pavërteta. Mjetet e policisë së burgjeve kanë qenë të pranishme në ambientet e JEV-s. Në kohën e parashikuar, në momentin e njoftimit, shtetasi JEV ka refuzuar të dalë, duke pretenduar se mjeti i policisë së burgjeve ishte vonuar. Seanca e radhës do të mbahet në 19 janar në orën 11:30, kur pritet që gjykata e posaçme të dëgjojë mbrojtje ndaj akuzave të SPAK për 3 të hetuarit e fundit, përfshi kryebashkiakun Erion Veliaj dhe bashkëshorten e tij, Ajola Xoxa. Gjykata e posaçme rrëzoi këtë të hënë një kërkesë për liri të ish presidentit Ilir Meta. Ky i fundit, i cili nuk ishte vetë i pranishëm, kërkoi zëvendësim të masës arrest në burg përmes avokatëve të tij. Meta pretendon se mund të jetohet në një masë më të butë, pasi nuk përbën rrezik për prishjen e provave, intimidim të dëshmitarëve apo që të largohet nga vendi. Por këto pretendime nuk u morën parasysh nga gjyqtarja Irena Gjoka. Autoritetet kanë nisur hetimet për defektin në ujësjellësin e Vlorës, defekt i cili e la qytetin 5 ditë pa ujë. Policia e Vlorës ka nisur hetimet për defektin në tubacionin që laj qytetin bregdetar për 5 ditë pa ujë të pishëm. Sipas informacioneve zyrtare, policia ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë të një subjekti privat pranë zonës ku ndodhi defekti, me qëllim dokumentimin dhe hetimin e plotë të ngjarjes. Në fokus të hetimeve nuk do të jetë vetëm shkaku teknik i dëmtimit, por edhe mënyra e menaxhimit të rrjetit të ujësjellësit dhe përgjegjësitë institucionale për mirëmbajtjen e tij. Hetimet synojnë të zbardhin nëse defekti ka ardhur si pasojë e amortizimit të tubacionit, mungesës e investimeve, neglizhencës në mirëmbajtje apo faktorë të tjerë që mund të kenë ndikuar drejt për drejt në këtë situatë. Defekti i rënë në tubacionin kryesor 1000 mm la qytetin e Vlorës pa ujë të pishëm për 5 ditë para festave. Ngjarja që preku mijëra familje, biznese dhe institucione publike u konsiderua e papranueshme për një qytet turistik dhe qendër urbane si Vlora. Ndërprerja e furnizimit shkaktoi reagime të forta nga qytetarët. Autoritetet lokale deklaruan se shkak për defektin u bë një shkarje e dheut pranë tubacionit që çojnë në dëmtimin e tij. Prej vitit 2023 në Vlorë kanë nisur punimet për projektin e ri të rehabilitimit të rrjetit të ujësjellës të kanalizimeve në vlerën e 16 milion eurove. Afati për kryerjen e punimeve ka qenë 630 ditë, por ato ende nuk kanë përfunduar. Flowers Shoshi është emëruar në detyrën e drejtorit të ri të ujësjellës kanalizimeve në Tiranë. Emërimi është bërë nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve, duke i besuar Shoshit drejtimin e një prej institucioneve më të rëndësishme të shërbimeve publike. Në krye të UKT-s, Shoshi duhet i japë zgjidhje problemit të mungesës së ujit të pishëm për qytetarët e Tiranës, një fenomen që sa vjen e përkeqësohet. Moti i keq ka përfshirë pjesën më të madhe të vendit, duke shkaktuar probleme me qarkullimin. Moti i keq që ka përfshirë pjesën më të madhe të vendit ka shkaktuar probleme në disa zona. Në qarkun e Shkodrës dhe Lezhës, rreshtet e shiut kanë shtuar prurjet e lumejve e përrenjve. Siç shihet në këto pamje, përroi i thatë në malsinë e madhe ka dalë nga shtrati. Uji ka vërshuar në rrugët e fshatit Kamic, duke vështirësuar qarkullimin. Probleme me lëvizjen raportohen edhe në segmentet të tjerë të malësisë të madhe. Në segmentin Bog-Theth ka prezencë bore në qafthore dhe kërkohet kujdesi shtuar i drejtuesve. Po ashtu edhe në aksin Hani Hoti Dogana Vermosh ka pasur rënje inertesh dhe grupet e punës ndodhen në terren. Në disa fshatra ka ndërprerje të energjisë elektrike. Ndërkohë, si pasojë e përkeqësimit të kushteve të motit, autoriteti portual në Durrës ka njoftuar pezullimin e përkohshëm të lundrimit të anijeve të peshkimit këtë të hënë. Një natë më parë u ndërprer gjithashtu edhe lundrimi i njërit prej trageteve në linjën Durrës-Bari.
Deti i trazuar si pasojë e erës së fortë ka sjellë probleme edhe në Vlorë, teksa tragedi i linjës Vlorë-Brindisi nuk ka mundur të ankorohet në kalatët e portit, pasi rrezikonte përplasjen. Nisja e 800 pasagjerëve është pezulluar për arsye sigurie. Sipas sinoptikanëve, pritet që në vijim moti të përkeqësohet edhe më tej. Intensiteti i rreshjeve të shiut pritet të rritet ditën e martë, kryesisht në pjesën veriore të vendit, ku disa zona rrezikojnë përmbytjen. Do jetë problem Shkodra, Lezhë, Puka, Dibra, rreth Imati, do ketë Kuksi probleme, mund të ketë qarku i Durrësit. Ndërkohë, për sa i përket jugut, vetëm Vlora do rrezikohet nga rreshjet që do të jenë më të dëndura. Rreshjet e shiut ndërpritet nga e mërkura deri të premten e kësaj jave, por ulja e ndjeshme e temperaturave risjell e cila në fundjavë zbret deri në lartësitë 500 metrë mbi nivelin e detit. Do të ketë një ndërprerje të rreshjeve ditën e premte, por do të jetë dita më e ftohtë e javës, mund të shkojnë deri në -6, -7, do ndihet akoma më ftohtë për shkak të lagështirës, rikthehen dukshëm dhe mjaft problematike ngricat në akset rrugore. Parashikohet të shtunën të dielën sërish të kemi rreshje shiu dhe rreshje dëbore. Do kemi rreshje dëbore edhe në zonën e Librazhdit, Elbasanit, në malsinë e Krujës, në malsinë e Dajtit. Sinoptikanët parashikojnë një janar me kushte atmosferike tipike të dimrit, i ftohtë dhe me rreshje, që në shumë zona të kalojnë kuotat mujore. Sezoni turistik për vitin 2025 është mbyllur me një shifër rekord mbi 12 milion turistë të huaj. Me mbylljen e vitit 2025, Shqipëria ka kapërcyer shifrën e 12 milion vizitorëve me pasaportë huaj, duke thyer rekordin e një viti më parë që u ndal në 11.7 milion. Lajmi është bërditur nga Ministri i Turizmit, i cili thekson se ky rezultat konfirmon konsolidimin e vendit si një destinacion turistik gjithvjetor, me oferta të larmishme nga turizmi kulturor dhe natyror, tai kulinar, sportiv dhe i aventurës. Sipas ekspertëve, rritja e turistëve për vitin 2025 ishte në të njëjtin nivel me mesataren europiane, çka tregon për një stabilizim të kërkesës dhe jo më rritje të përshpejtuara artificiale. Kemi një rritje të hyrjeve në kufi të turistëve në nivelin e 5%. Peshën kryesore e mbajnë Kosova dhe vendet e tjera të fshehtë Italia, Greqi, Maqedoni dhe Malzi. Tregjet spikatura që janë shumë të rëndësishme dhe që kanë pas një rritje të kënaqshme me 20% janë Franca dhe Gjermania. Por krahas shifrave pozitive, ekspertët thonë se ka vende dhe për problematika që duhet të marrin zgjidhje. Pra një paqëndrueshmëri, një pjesë infrastrukturës, kur vjen siç kanë qenë problemet e furnizimit me ujë, koordinimi i mirëmbajtjes së rrugëve, problemet me djegën e meturinave. Sipas ekspertëve, për të qenë më konkurrues në vitet në vijim, Shqipëria duhet të fokusohet në menaxhim më të mirë lokal dhe qendror, përmirësim të infrastrukturës dhe akses më të qartë në informacion për turistët. Do të qëndrojnë në burg 4 personat e arrestuar për vrasjen me shpërthim tritolit të një 67 vjeçari në Shkodër. Gjykata e Shkodrës la në burg pa afat 4 të rinj të arrestuar pak ditë më parë si të dyshuar se vranë me shpërthim tritoli 67 vjeçarin Hysni Ymeri. 27 vjeçari Gerd Bushati pranoi para gjykatës se ashtu siç hetimet treguan, është ai personi që ka vendosur sasinë plasëse në panelin elektrik të pallatit ku jetonte Ymeri. Kur ka mësuar se ka vdekur shtetësi Hysni Ymeri jam tmerruar, nuk kam pasur dieni për vrasje vetëm për të trembur dikë. Shtetësit Gjergj Zefi, Edison Hasaj dhe Ergyes Ibrahimi më kanë kontaktuar për këtë punë dhe e kam pranuar. Tritolin e kam vënë me datë 27 dhjetor, por pa e ditur se bëj fjalë për vrasje. Edhe pse Bushati seanca ndaj të cilit u mbajt më vete, pretendon se 3 të rinjt e tjerë e kanë kontaktuar duke i kërkuar që të vendoste sasinë e lëndës plasëse. Ata e kanë mohuar një gjë të tillë në polici. Ndërkohë para gjykatës, Ergyes Ibrahimi, Gjergj Zefi e Edison Hasaj nuk kanë pranuar të flasin. Po ashtu burime thanë se kjo ishte hera e dytë që në pallat është vendosur sasi eksplozivi, por herën e parë nuk ka shpërthyer. Gerd Bushati, i cili u gjurmua fillimisht nga kamerat e sigurisë, nuk ka dhënë përhetuesit motive për ngjarjen e rëndë, teksa policia dhe prokuroria dyshon se shkak mund të jenë konfliktet në të shkuarën që lidhen me familjen apo persona të afërt të viktimës dhe poheton për përfshirje të personave të tjerë në këtë ngjarje. Këtu përfunduam, zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Natën mirë.